Çdo ditë më tepër, policia e shtetit forcon bashkëpunimin me policitë e vendeve fqinje, duke bërë të mundur goditjen e trafikut të drogës dhe kapjen e sasive të mëdha të lëndëve narkotike. Rezultatet e arritura në këtë drejtim janë një tregues i qartë se tashmë policia e shtetit është rikthyer në krye të detyrës, duke rifituar terren ndaj një situate të vështirë të krijuar, jo 2 apo 3 muaj më parë, por atëherë kur ata që drejtonin shtetin lejuan me vetëdije të plotë të mbillej sipërfaqja më e madhe me lëndë narkotike që ishte parë ndonjëherë në këtë vend. Është si rezultat i këtij angazhimi që gjatë muajit prill 2014 u arrit të kapej 357% më shumë drogë se sa e njëjta periudhë e një viti më parë. Policia e shtetit është e vendosur që të mos stepet dhe as dekurajohet nga sulmet dhe presionet e autorëve të vërtetë të kësaj situate absurde. Përkundrazi, angazhimi maksimal por karakterizon një punë profesionale e cila synon që nga njëra anë të godasë me efikasitet trafikun e drogës dhe nga ana tjetër të forcoj masat për të mos lejuar kultivimin e bimëve narkotike si origjina kriminale nga ku zëfill trafiku i drogës. Në këtë kontekst, Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon të nxjisë bashkëpunimin më të ngushtë të policisë së shtetit me strukturat e pushtetit vendor, prokurorinë dhe me të gjitha agjencitë e tjera legjizlatuese. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi me partnerët tanë strategjik ka arritur nivele shumë të mira, çka konfirmohet në vimësi dhe nga drejtuesit e policive të këtyre vendeve, po ashtu dhe nga përfaqësuesit diplomatik të tyre në vendin tonë. Ne mbetemi të vendosur për ta hequr një herë mirë Shqipërinë nga harta e zezë e kultivimit të bimëve narkotike, ku sigurisht e gjetëm, por ku nuk do ta lëmë më, sepse vendi i Shqipërisë nuk është aty ku e lanë ata që sot bërtasin kundër qeverisë, por është përkrah vendeve të tjera të familjes europiane. Faleminderit.